Tash ta zëm për arsye të ndryshme nuk kanë mundur ta ruajmë dhëmbin, e tha dhe vetë që ndodhin problemet të ndryshme, traumat të ndryshme. A rekomandohet me njëherë pas largimit dhëmbit mas një muaj me vendos implantin apo me prit një kohë? Ajo është shumë individuale, varësisht domethënë dhëmbi për çfarë arsye largohet. Nëse dhëmbi i cili do të largohet, domethënë ka ndoshta ndonjë lëvizje paradontopati ose ndonjë frakturë dhëmbit ku nuk ka infeksion, atëherë implanti mund të vendoset më njëherë në hapësirën ku dhëmbi nxjerret, domethënë ekstrahohet, edhe në atë hapësirë ku ekstrahohet dhëmbi më njëherë vendoset implanti. Se dihet, domethënë momentin kur dhëmbi nxjerret, domethënë ekstrahohet, edhe në atë hapësirë ku ekstrahohet dhëmbi më njëherë vendoset implanti. Se dihet, domethënë momentin kur dhëmbi nxjerret, nëse nuk vendoset ose implanti ose diçka tjetër, koska shkon tu resorbu, domethënë shkon tu shkatru. Domethënë nëse vendoset implanti, atëherë domethënë organizmi e regeneron ose integron çatë hapësirën ku ka qenë vendosur alveolën, që është pjesa domethënë zvrastira ku ka qenë vendosur dhëmbi, edhe atëherë bëhet osteintegrimi më i shpejt në mes të implantit. Mirë po varet janë disa faktorë të cilët ndikojnë. Nëse dhëmbi ka pas infekcion, atëherë në votrat infektive implantet nuk mund të vendosen. Kështu që duhet të kenë kujdes, po kjo varion. Varion ajo nga pacienti, ato duhet ta diagnostifikoj mirë mjeku, domethënë varësisht prej rastit, edhe e bën planifikimin se si të vendosen edhe kur të vendoset implanti. Ka shumë raste kur një dhëmb është i larguar, gingiva pastaj është shpras, lëndohet shpesh me ndonjë ushqim më të fortë, a shërohet fillimisht komplet pjesa para vendosjes të implantit? Normal, nëse nxirret dhëmbi, atëherë kalon 3 javë duhet merr mushëru që ajo plaga. Shpesh e lëndojnë edhe mas 3 muajve të largimit dhëmbit me ushqim. Normal largohet ajo lëndohet se aty domethënë është hapësirë, është e ndihshme, është hapësirë, domethënë për atë, domethënë çdo dhëmb i humbur duhet të zaventohet. Për atë edhe janë implantet fatmirësisht, domethënë është një sukses i madh në stomatologji, zbulimi i implanteve, domethënë sidomos te moshat më të shtyra, domethënë në raste ku pacientat i kanë humbur krejt dhëmb, edhe vendosja e 2 implanteve, vendosja e protezës mbi 2 implante, domethënë për pacientin në shpëtim si në anën funksionale, ashtu edhe në anën estetike, domethënë proteza, se poshtë proteza në nofullën e poshtme, proteza është vështirë të mbahet nga pacientat, gjithmonë se nofulla e poshtme është e lëvizshme, mandej është gjuha, edhe për atë arsye domethënë nofullën e poshtme proteza gjithmonë është problem i mbajt. Mirë po tash vendosja e 2 implantave, vendosja e protezave e ka fiksu protezën domethënë, edhe pacientat ndjen shumë mirë. Po, edhe mjaftojnë 2 implantet, azem nëse i kanë... Nëse ka resorbim kockor, domethënë nëse dojmë me bo protezë të lëvizshme, domethënë, atëherë vendosja e 2 implanteve mjafton për me bo një protezë